Me tone të forte dhe akuzat të drejtë për drejtë, Agazment Bardhi, sulmoi nga selia e Partisë Demokratike komisionerin e Bashkimit Evropian për zgjedhje Marta Kos, lidhur me deklaratën e saj në Tiranë, ku e cilësoi procesin zgjedhor të 11 majit si të lirë dhe të ndershëm. Qytetarët shqiptarë presin nga zyrtarët e Brukselit që të bëhen zëdhënës të standardeve dhe vlerave europiane. Për fat keq, me qëndrimin e saj sot, tërësisht të pavërtet në raport me zgjedhjet, komisionerja e zgjerimit u bë zëdhënëse e një qeverie të korruptuar, të lidhur ngushtësisht me kartelet e drogës, të deformosh realitetin, të mohosh atë që OSB-ja Odiri e ka thënë e zeza mbi të bardhë, të dalësh në konkluzione të ndryshme nga ai që kanë dalë europarlamentarët që ishin vëzhgues në zgjedhjet e 11 majit, nënkupton që jo vetëm nuk ke respekt për veten, po ky është problem tjetër, po mbi gjitha që nuk ke asnjë fije respekti ndaj ndjeshmërisë të qytetarëve shqiptar. Ai kritikoi edhe raportin e KOS për rastin e pezullimit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku nga gjykata e posaçme për krime të rënda, duke thënë se një situatë e ngjashme nuk ka precedent në Europë. Unë sfidoj komisionerin e zgjerimit dhe çdo zyrtar të Brukselit të gjejë një rast të ngjashëm si ky. Të gjejë një kryeministër të Bashkimit Evropian që 3 muaj përpara se të shpallet gara për një projekt rreth 200 milion euro, shkon kryeministri dhe zëvendës kryeministri, takojnë kompaninë private, bëjnë pazaret thondajnë përfitimet nga ky projekt dhe 3 muaj më vonë hapin garën dhe ja japin kompanisë që kanë paracaktuar. Nëse zonja Kos dhe çdo zyrtar tjetër i Bashkimit Evropian na gjen një rast të ngjashëm si ky, po do të pranonim që dhe në Europë ka raste të tilla. Pak minuta pas dërgimit në gjykatën kushtetuese të vendimit për pezullimin e Ballukut, Bardhi deklaroi se Balluku duhet të shkarkohet. Ndërkohë që në Shqipëri, Edi Rama nuk e shkarkon zëvendës kryeministrin e tij të pandehur për korrupsion, por del si avokati Belinda Ballukut e sulmon gjyqtar dhe prokuror duke shpallur veten mbi ligjin. Ajo që sot bëri Edi Rama në fakt është mesazhi i tij që shpallet i pavarur, kështu tha, është ndërhyrje brutale e gjyqësorit në pushtetin ekzekutiv, pra i bie që Edi Rama mendon që pushteti ekzekutiv është i pavarur nga detyrimi për të zbatuar ligjin. Përmes një postimi në rrjetet sociale, kreu i demokratëve përsëriti qëndrimin e tij duke thënë se qeveria po i nxjerr dhëmbët drejtësisë dhe po cënon pavarësinë e sistemit gjyqësor duke sulmuar institucionet që kanë marrë vendime përmes ligjit. Deklarata e Bardhit reflektoi tensione të forta politike pas pezullimit të ministres së infrastrukturës, ndërsa vendimi i gjykatës kushtetuese pritet të japë një qartësi të mëtejshme mbi kompetencat e ekzekutivit dhe të gjyqësorit në Shqipëri.